Pësireni këtë dekret. Presidenti jonë i dashur Vjosa Osmani po i shpallte zgjedhjet e reja e të rregullta parlamentare, sepse qeverisë Kurti 2 po i skadonte mandati i rregullt 4 vjeçar. Pësireni datën. Data është 16 gusht 2024. Zgjedhjet do të mbaheshin më 9 shkurt 2025, pra pas 6 muajsh. Pse pas 6 muajsh? Sepse megjithëse dihej që kryeministri i ri do të ishte Albin Kurti, nuk dihej për çështjen e presidentit. Merrej me mend se kandidate përsëri e vetëvendosjes do të ishte Vjosa Osmani për një mandat të dytë, por nuk dihej a do t'i kishin votat, a do të arrinin marrëveshje me opozitën. Prandaj edhe mund të kuptohej pse ata 6 muaj. Kryeministrit Kurti për ata 6 muaj i duhej të binte si opozitën, ashtu edhe votuesit se i duhej një mandat i ri për pozitën e presidentit. Qysh e dini, u bën 6 muaj, u mbajtën zgjedhjet, dolën rezultatet, por zvarritjet ndodhen edhe për çështjet më elementare procedurale, jo për çështjen e presidentit. Nuk kishte as diskutim për këtë punë. Kurti, që ka talent jashtëzakonshëm politik, ja doli ta fajsonte opozitën, e cila ishte krejt e papërgatitur për lojrat e Kurtit. Mendonte ndoshta se ishte i ngopur në pushtet dhe se mund të lëshonte pe diku, por Kurti nuk lëshoi pe askund. Erdhi 28 dhjetori dhe fitoi edhe më shumë. Përsëri çështja e presidentit mbahej si e vetkuptueshme. Do të ishte Vjosa Osmani kandidate, por ato të ishin votat ishte çështja. Dhe kur e mori gjithë atë rezultat, besoi se edhe për Vjosa Osmanin ishte punë e kryer. Albin Kurti kishte votat. Pra, të gjithë e kishim gabim. Vjosa Osmani asnjëherë përgjatë këtij 1 viti e gjysmë prej gushtit 2024 nuk ishte në konsiderat të Kurtit për presidente të re, për një mandat të dytë si presidente. Mbas është për të ardhur keq? Dhe kështu, tash jemi në muajin mars, një vete 7 muaj larg prej asaj kohe, Kurti e kalli krejtësisht lojën, megjithse është politikani më i pushtetshëm në Kosovë i gjitha kohrave. 51% i kontrollon tash 5 vjet krejt institucionet e rëndësishme të Kosovës dhe vendosi në mënyrë të çuditshme, të papritur që ta përjashtonte Vjosa Osmani. Problemi këtu është mungesa e transparencës. Nuk u tregua asnjëherë pse po largohej Osmani. Ai ishte shkaku i bordit paqes? Ndoshta edhe unë do të pajtohesha për këtë çështje. Por s'ka asnjë arsye pse duhej që fituesi më i madh i gjitha kohrave në politikën tonë ta kallte lojën që e kishte mjeshtruar. Për çfarë arsye Kurtit i duhet kjo bllokadë, kjo dramë? Opozita nuk mund të fajsohet në këtë rast. Opozita mund të fajsohet që s'ka bërë opozitë mjaftueshme. Jo që po pengon, jo që po tregohet destruktive. Nëse edhe këtu e sulmojmë opozitën, atëherë ne nuk e dim çka është opozitarizmi. Atëherë ne nuk po mund të adhurojmë demokracinë. Ku ka në rajonin tonë, në kontinentin tonë, opozitë më të urtë e më të butë, e më të intimidueshme se kjo që e ka Kosova. Nuk ka askund. Asnjë pushtet në asnjë prej 50 vendeve të Evropës nuk e ka kësi opozite. Çka po kërkojmë ne? Çka po kërkojnë ata që po e sulmojnë opozitën? Po kërkojnë që të mos ketë fare opozitë. Prandaj këtu ka veç një pyetje. Pse? Pse Kurti e përjashtoi Vjosa Osmanin? Çdo pyetje tjetër është e paarsyeshme dhe banale.